Po, kur flasim për sektorin e ndërtimit, shumat fakt, nuk kemi të bëjmë me shumat vogla, bëhet fjalë për shumat mëdha dhe besoj mekanizmat do të jenë shumë të kujdesshëm për ta goditur këtë fenomen. Sektori i ndërtimit, siç e përmenda në fillim të bisedës, është përbën rreth 12% të prodhimit përgjithshëm bruto, po ashtu edhe sektori i bujqësisë që ndoshta ne shikojmë ndoshta me pak për çmim, është përsëri një sektor që vuan nga informaliteti dhe përbën është edhe më i rëndësishëm se sektori i ndërtimit, sepse ai arrin deri në 15.3% të prodhimit përgjithshëm bruto. Sektori i ndërtimit sigurisht është shumë më sensitiv si sektor për arsye që vitet e fundit të gjithë kemi folur edhe unë që është një sektor që shpeshherë bëjmë pyetjen që ku gjenden, domethënë si ka mundësi që kemi arritur në këto çmime, ndërkohë që të ardhurat e shqiptarëve janë ato që janë. Dhe prandaj kemi thënë shpesh që është një sektor me probleme të mëdha të informalitetit, të depërtimit të ekonomisë informale në sektorin e ndërtimit. Së fundmi e kemi parë që kanë bërë dhe një sër arrestimesh pra depërtimi i ekonomisë kriminale tek sektori i ndërtimit e të tjerë, në Agjencia e Inteligjencës Financiare përsëri domethënë vënte fokusin kryesor se një ndër sektorët, le të themi, më të prekur nga pastrimi i parave është pikërisht sektori i ndërtimit, kështu që normalisht ka një vëmendje të veçantë, është sigurisht që duhet tepër.